Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, thumma amma ba'du. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë pa ndonjë parathanje në ciklin që e filluam në këtë muaj të begat të Allahut subhanahu wa taala. Cikli ka të bëjë me moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra me fjalë të tjera, trajtimi, sjellja, karakteri, si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me kategori dhe grupe të ndryshme të njerëzve. Kategoria e parë me të cilën do t'ja filloj me lejen Allahu te bareke ve teala është kategoria më e ndihshme, më delikate, më emocionale, dhe është kategoria e grave. Këtu për gra e kemi për qëllim gratë e tij sallallahu alaihi wasallam, pra gratë e veta të cilat i ka pas në jetën e vet. Andaj do të ndajmë këtë trajtim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në tri kategori. Kategoria e parë, pra dersi i parë do të jetë përditshmëria e pejgamberit alayhi salatu wassalam me gratë e veta. Çka bën ai gjatë ditëve të tij të zakonshme në raport me gratë e veta alayhi salatu wassalam. Dhe pika e dytë, për të cilën do të flasim me lejen Allahu te bareke ve teala në ligjërat të veçantë në aspektin e grave, është si i edukoi alayhi salatu wassalam dhe si i bani tërbije gratë e veta që të jenë model dhe irnek për gratë e krejt botrave, për gratë e krejt botrave prej muslimanëve. Dhe pika e tretë, se do ta trajtojmë me lejen Allahu te bareke ve teala, është se çdo familje, nga se jemi njerëz, nuk kemi melaçe, ka mundësi me u fërkue, ka mundësi me ndodhë një telashe, ka mundësi me ndodhë një keq kuptim e kështu me radhë. Atëherë si zgjidhte pejgamberi alayhi salatu wasalam problemet e veta, si zgjidhte problemet e grave të veta, apo edhe problemet të sa ndonjëherë kishte mundësi me ndodh mes tij dhe grave të veta. Pra këtu do të sillemi këto rrethe, pra përditshmëria e pejgamberit alayhi salatu wassalam, si i edukoi alayhi salatu wassalam gratë e veta dhe si zgjidhte telashet dhe problemet e veta në shtëpinë e vet. Pse do t'ja filloj me këtë kapitull të nderuar vëllezër? Pra ne kemi mundësi me ja fillu me edukatën e pejgamberit alayhi salatu wassalam me shokët e tij. Kemi mundësi me ja filluar me moralin e pejgamberit alayhi salatu wassalam me evlatët e tij, me nipat e tij, me komshitë e tij. Mirë po, do t'ja nisim me gratë e tij për cilat arsye. Arsyeja e parë është se krejt feja Allahu xhelalu ala mbahet me familje. Pra, gjëja më e madhe, më e rëndë, më e shenjtë e Zotit te bareke ve teala është familja. Andaj Allahu xhelalu, Allahu te bareke ve teala, me të njëjtin term, me të njëjtin emër, me të njëjtin fjalë që e ka quajt besën mes tij dhe Zotit, me të njëjtin fjalë Allahu xhelalu ala e ka quajt besën mes burrit dhe gruas. Dhe kjo e ka argumentin e vet. Allahu xhelalu ala kur e përmend besën e Allahut dhe besën e pejgamberëve e quajn mithaq. E ka marr Allahu mithaq. Mithaq do të thonë një besë e lidh fort që do të thonë për nga natyra s'do të më kput. Njëjtin term e ka përdorur Allahu xhelalu ala kur gratë martohen me burra. Çfarë ka thënë Allahu xhelalu ala? Laqad akhadna minkum mithaqan ghalidha. E kanë marrë gratë kur bëhen niqab pi burrave besën, dhe jo vetëm besë, po ghalidh. Ghalidh është litari kur është shumë i trash, edhe i vrasht. Pra ti nëse mundohesh me kput, s'ta mundson. E kjo çfarë argumenton? Se familja ka peshë të madhe në Kur'anin Allahu te bareke ve teala. Pra nëse ruhet familja, ruhet feja. Edhe nëse ruhet feja, ruhet familja. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte shumë i kujdesshëm që të jetë model, irnek, i mrekullueshëm në trajtimin me gratë e tina. Andaj përditshmëria e pejgamberit alayhi salatu wassalam është e mbushur me raste. Ne do të mundohemi që zgjedhim raste nga përditshmëria e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që ta shohim se si ishte në përditshmërinë e tij. Në këtë përditshmëri do të shohim zbavitje, do të shohim respekt, do të shohim mirënjohje, do të shohim kujdes, do të shohim mërzi,
do të shohim qeshje. Kretë këto i bante pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gratë e veta. Para se të kalojmë në trajtimin e pejgamberit alaihi salatu wasallam me gratë e veta, ta dim kush janë gratë e tij alaihi salatu wasallam. Pejgamberi ka pas 19 gra gjatë jetës vet, 2 i kanë ndruar jetë para se me ndru jetë aj, pra ato kanë dek duke qenë aj gjallë, dhe 9 të tjera kanë ndru jetë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra aj kanë ndru jetë dhe i ka lënë 9 gratë të gjalla. Gratë e pejgamberit alaihi salatu wasallam, e para prej tyre është Khadija e bija e Khuwailidit. Kjo gruaja e parë dhe prej të cilës grua ka pas krejt evlat me përjashtim të njëri prej evlatit të tij, i cili është Ibrahimi. Dhe kjo është gruaja të cilën pejgamberi shpesh e ka kujtue, shpesh e ka përmend të gratë e tjera, duke arrit namin gruas së tij radhiyallahu anha. Gruaja e parë. Gruaja e dytë është Aisha, e bija e Ebi Bakr Siddiqut radhiyallahu an. Gruaja e tretë është Hafsa, e bija e Omerit. E bija e Omerit. Pra pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë dhëndëri e Abu Bekrit dhe dhëndëri e Omerit radhiyallahu anhuma. Gruaja tjetër ka qenë Saude, e bija e Zum'as. Saudetu, e bija e Zum'as. Gruaja tjetër e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë Zeynep, e bija e Jahshit. Gruaja tjetër e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë Zeynep, e bija e Khuzaimes. Gruaja tjetër e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë Ummu Salama, Ummu Salama al-Makhzumiyya radiyallahu anhunna wa ardahunna. Tjetër gruaja ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam Ramla, e bija e Ebi Sufjanit, e më të madhit arabëve të asaj kohe, e më të madhit të arabëve të asaj kohe, e cila quhet Ummu Habibe. Gjithashtu prej grave të pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë Mejmunatu, e bija e El Harithit. Mejmune, që i bie e begat, e bereqetshme, e djathta. Gjithashtu prej grave të pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë Juwairije. Juwairije, e bija e El Harith nga fisi Mustaliq, e njohur në historinë e muslimanëve, dhe gruaja tjetër e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë Safia, e bija e Huyejit nga fisi Banu Nadhir. Kjo e fundit Safia, baba i tij ka qenë jehudi. Baba i tij ka qenë jehudi. Khadija edhe Zejnebi, e bija e Khuzaimes, këto dy gra kanë ndru jetë të kanë për nësëm gjallë. Krejt tjerat kanë ndru jetë ma vonë. Këtë tjerat kanë ndru jetë ma vonë. Andaj këto janë gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar al-Asqalani, njërë djetar të shquar të muslimanëve, i cili ka qenë nga djetarët e Egjiptit, Misrit, të asaj kohe, ka bërë një vërejtje që shpesh njerëzve u shkon ndërmend apo e diskutojnë pse pejgamberi alayhi salatu wasallam ka pas kaq shumë gra. Pse pejgamberi alayhi salatu wasallam ka pas kaq shumë gra. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk është martuar me shumë gra për atë që ka mundësi mi shku ndërmend të paditurit. E këtu i paditur mundet më kanë do njëherë dikush edhe i shkollum, do njëherë mund më kanë dikush i cili gëzon diploma apo akademi, mirë po e diskuton apo e vjen në diskutim numrin e madh grave të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pse u martu me kaq gra? Për çfarë arsye? Për ti mitësuar kabilet, që ti merr kabilet, domethënë mitësi, nga se kur bash dhëndër i një fisit, urrëtia ulët. E pejgamberi alayhi salatu wasalam është bërë dhëndër i shumë kabileve që të jetë raporti i tyre më i kujdesshëm me pejgamberin alayhi salatu wasalam. E dyta, pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka marrë më shumë gra që të jetë dëshmia më e madhe për moralin e tij të brendshëm. Domethënë, nëse kish pas një gruaje, edhe ajo kish fol mirë, kish me thonë dikush, një e ka, një e ka ble e kështu me radhë, apo mirë, po kur i ki 11, 9 për një herë, është vështirë mi bashku sidomos gratë që me fol mirë e me transmetu drejt. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte shumë gra që të transmetohet, pra të ketë mobilizim nga shumë gra, shumë familje. Dhe shiko, kur kemi këtu një gruje, ajo gruja ka motra, ajo gruja ka shoqe, ajo gruja ka familje. Nën gra, ku të kallzojnë në për shpite veta, si është pejgamberi alayhi salatu wasalam, çfarë i bie? Se shumë familje marrin vesh detale
imcina nga privatësia e tij alayhi salatu wassalam. Dhe këtë këto i menaxhon te pejgamberi alayhi salatu wassalam me sukses. Gjithashtu thot Ibn Hajar al-Asqalani, i martoi pejgamberi alayhi salatu wassalam shumë gra, apo e që shumica e tyre ishin të moshuara. Por nuk ishte punë romance apo punë epshi dhe teke. Jo, shumica prej tyre ishin plaka. Andaj që ka ardhur nga shumë prej grave, që ka ardhur nga Saudeja, e që ka qenë plak, dhe të tjerat prej grave të pejgamberit alayhi salatu wasalam, vetëm ngruajve që e ka pas të re, ka qenë Aisha. Kur ju ka ardhur rejni, shpesh grave tjera, ja kanë shlu rejnin Aishës. Pse? Se dhe ata e kanë ditë se martesa e pejgamberit alayhi salatu wasalam me to është për qëllime të larta fisnike dhe sheriatike, s'ka të baje me ata çka njerëzit martohen në përditshmëritë e tyre. Tjetra, pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e ka martu gruën e parë, nga e cila ka pas evlad, Khadija radhiyallahu anha. Sa e ka martue? Sa vjet? 25 vet i ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e ka martu Khadijën. Sa i ka pas Khadija kur a martu me pejgamberin? 40. Mirë. Ibn Hajar al-Asqalani çfarë thot? Kur njeri martohet për epsh, për çejf, kur e zgjedh, a e zgjedh kur t'i boje 55 vjet, a e zgjedh kur i ka 25? I ka 25. 25 o fuqia më e madhe e një djali të ri. Mirë, pejgamberi kur ka qenë i ri, beqar, 25 vjet, majën e takatit e ka martu një gruaje 40 vjet. Domethënë kur ka qenë i ri, ka martu një gruaje 40 vjet. Pra edhe kur ka qenë i ri nuk ka sinu epshin, alayhi salatu wassalam. E kur ka qenë plak, kur ka qenë 50 vjet, 55 vjet, për çka i ka martu gratë? Që tjetë gruaja dhe numri i madh i grave dëshmi në dunja e në ahiret për moralin e lartë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjithashtu thot Ibn Hajar al-Asqalani nga dobit e martesës së shumë të pejgamberit alayhi salatu wasalam me shumë gra, cila ka qenë se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë model për këtë njerëzit. E kur je model ka shumë dispozita. Çish ka hangër, çish ka flet, si u zgjue, si ka fol, si u ka kry punë grave të veta. Sa ma shumë dispozita së një mamen një gruje. Ja e ki qartë? Andaj shumë prej grave të pejgamberit alayhi salatu wasalam janë transmetuese. Pra ato këtë bashkë janë mobilizu si ushtri për me tragu. Pejgamberi kështu ka bë, pejgamberi kështu ka bë. Pejgamberi kështu do shoh me lein Allahu te bareke ve teala. Pra me një fjalë, thot Ibn Hajar al-Asqalani, dietari i madh i muslimanëve të tjerë nga dietarët e muslimanëve, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka martuar prej grave që ta shton, domethënë atë çka e shtojnë njerëzit prej epsheve. Jo, ka qenë martes fisnike, ka qenë martes me ide të larta. Maja kësaj cila ka qenë komunikimi fesë Allahu te bareke ve teala. Por kjo është ajo që duhet ta kemi parasysh në numrin e madh të grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mu për këtë arsye Allahu xhelwala ja ka bë atij për mikatër të lejuar, se e ka ditë se çfarë njeriu është alayhi salatu wasalam, e të tjerëve jo ka lënë veç 4. Edhe ato 4 me kushte, jo që është në botën e njerëzve pa kushte. 4 kushte më kanë i drejtë, më kanë i përpikt edhe i përmbajtshëm e kështu me radhë. Kjo ka qenë ajo sa i përket numrit të madh të grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si sillej pejgamberi në përditshmërinë e tij me gratë e veta. Pejgamberi alaihi salatu wasalam e para, çdo mëngjes që zgjohej edhe shkonte e falte sabahun. Tregon Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu an. E falte sabahun në xhamin e vet, edhe i falte sunet në dhomën e vet, nga se pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka pas shtëpinë gjithë me xhami. I ka fal namazin sunet në shtëpinë e vet, pastaj ka kalu vetëm derën tjetër, vetëm në derën tjetër. Pastaj ka nejt me shokët e vet, edhe kur u zgjue ka shkuë te sicila grua dhomë për dhome, duke i përshëndet, duke i pyet për hallin e tyre, duke shikuar nëse ka ndonjë nevojë dënjana për e tyre. Dhe këta e ka bërë pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot Aisha transmetim tjetër, thuaj se çdo ditë. Po çdo ditë që e ka fal sabahin alayhi salatu wasalam, ka fal sabahin dhe kur a kry ka dalë xhamie, ka shku gruaje për gruaje. Si e keni hallin? A jeni mirë? I ka pyet çdo njërin për e tyre. Pastaj te cila e ka pasur rënin, te ajo ka nejt. Te cila e ka pasur rënin, te ajo ka nejt. Dhe gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam gjatë ditës
Pas ikindijes prapë ka bot njëjtën. Ka shkuar ka fal ikindijen, alayhi salatu wassalam, dhe çfarë ka ndodhur? Kanesa ka nejt me shokët e vet dhe ka shku grup për gruaja e ka përshëndet. Ka hitë gruaja e parë, e ka pyet si është, a është mirë, a ka ndonjë nevojë, a është e qetë, e kështu me radhë. Pastaj ka shku te gruaja e cila e ka pasur rënin me nejt tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo çfarë përfitohet të dëruar vëllezër? Ka ndonjë dietarët, kujdesi i lartë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me gjithë numrin e madh të grave të tina, duke mos e haru asnjërin prej tyre. Duke mos e haru asnjërin prej tyre. Çfarë argumenton kjo vëllezër? Se pejgamberi është i dhëmshëm, është i mëshirshëm, është i kujdesshëm. Nuk i ka haru asnjërin prej tyre. Nuk i ka dhënë për shembull, unë se kam sot rënën me ty, shifni ku të vjen rëni. E rëni të shifje me pa pejgamberi një herë 9 ditë. Çdo 9 ditë me pa njëna prej tyre. Jo, pejgamberi atë çka e ka pas me rën, ka normal atë ditë ja ka përkushtu asaj më shumë, ndërsa çdo ditë tjetër ka nejt me to, është kujdes për to dhe ka pyet për hallin edhe dertin e tyre. Kjo ka qenë prej përditshmërisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ka transmetuar Anas ibn Malik se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka pas rast që ka nda nga orët e tina të natës për çdo gruaje të veçantë. Dhe kjo këtu nuk kemi të folë tani turpi o mos me bëj zina. Turpi o me ul shikimin për haramit. Nuk ka turp me mësu historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se të na kanë njerë përmbysën gjërat. Dalin nga e prapa. Subhanallah. Ne turprohemi me mësu që pejgamberi alayhi salatu wasalam çdo natë ka pas rast ka flet me 9 gratë të tina. Apo dhe shumë prej njerëzve ndoshta Allahu e di sa moralitetet i ban, e sa zinan e ban, e sa shikimin haram e ban, e kur tani këtë rastot pejgamberi ka flet një natë me 9 gratë, po me gratë e veta. Me gratë e veta. Thot Anas ibn Malik radhiyallahu an, jemi lajmëruar se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka pas fuqinë e 30 burrave. E ka pas fuqinë e 30 burrave. Apo a mund të paramendosh një njeri i cili ka fuqinë e 30 burrave. Me gjithë këta pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pas rast e ka bedeviu nomadi, e ka përkmishe, edhe e ka ngrej, e ka tërheq, fuqishëm. Thot Anas ibn Malik, ja kum pa shenjat në fyt, ja ka bëhe shenjtu, edhe i ka thonë, berëm pare pi pareve të Allahit. Apo? A mund të paramendosh ti mi pas takatin e 30 burrave. 30 veta me kap një njeri, që ngrejnë? Sa e ngrejnë? Sjet për ti kur gjo. Me gjitha ta, është këthi i qetë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thonë qka do? Ka thonë berëm pare. I ka thonë sahabeve, jep një deri sa të knaqët. Edhe në fund i ka ndonë pare, edhe i ka thonë tash a je i qetë? Ka thonë po. Edhe ka shkue. A mund të përnësht 30 burra me një vend? Qa kish mujtë një po? Mirë pa pësam nuk e ka përdor kur fuqinë e vetë në diçka e cila ka qenë hakitina. A ne thot Anas ibn Malik, ka ndodhë që pejgamberi alayhi salatu wasallam, pra është lajmëruar se për një natë ka flet me 9 gratë e tina. Dhe kjo është vlerë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kujdes i veçantë për ta. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, pse ka kallzuar nëse që ta? Nëse thot njëri, çish i bie se ai ka flet me 9 gra? A nuk është e turpshme me kallzu? A nuk është marrë nga me ditë këta? Jo. Çka thot Ibn Hajar al-Asqalani? Jo. Kjo është për mrekullive ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Argument thot se tek arabët ka qenë e njohur se nëse njeri ka shumë gra edhe u ajep hakin si cilës për e tyre, i ka ndonë që kjo burr. Apo që kjo është burr. Dhe nëse me gjithë këta i shtohet agjërimi ti, i shtohet ibadeti ti, i shtohet se ka qenë komandant i shtetit. Pra për mësëm i ka pas në ngra, komandant i shtetit, i par i shtetit, pejgamber, kanë arë njerëzit për dit kanë arë kanë lip fetfa, lip buk, lip pare. Çka s'kan lip të pejgamberi alayhi salatu wassalam? Te mësëm kanë arë dhe kur njani se ka dasht gruaja vet, e ka pas njani emrin Mughith. Apo edhe e ka pas një gruaje Gjerira. Ajo se ka dasht edhe u ka da. Ky ka dasht me lip. Ka dasht ta lipe. Edhe ka pa, pra ka ardhur te mësëm sikur, ja Rasulullah e du filan çikën, po ajo s'umdo. Ka shkuar mësëm i ka thënë, këshire me ki gjunaj, umit të ardhmas, martoje. Ka thonë, ja Rasulullah,
a jetu ma ba obligim si pejgamber, a jetu propozue? Ka thënë, ja, unë obligim stavaj, jam të propozue. Çka argumenton kjo? Se te pejgamberi ka ardhur raste të çuditshme. Hajde marton ti mua. E kështu me radhë. Megjithatë, thot Ibn Hajar al-Asqalani, agjeronte ditën, falej natën, kryente punë të shtetit, soste punë të fukarave dhe kryente një numër dhe varg punëve të shumta, megjithatë nuk i haron të gratë veta. Kjo është fuqia e madhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj prej përditshmërisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë kjo. Gjithashtu prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë mirënjohja e madhe. Ka qenë shumë mirënjohës alaihi salatu wasalam edhe mas vdekjes së njeriu. Nëse dikush i ka bë një herë mirë pejgamberit sallallahu, mos flasim sa kon musliman apo gruaja vet, edhe nëse u kon qafir. Shikoni, po e marr një rast për qafirin, kjo s'ka të bëjë me gratë, po sa ta kuptoni, nëse pensam kështu asil me qafirin, çka ka bën me muslimanin. Pejgamberi alayhis salam kur ka ik prej Mekës, e ka përcjell një njeri. Ky njeri u kon pagan. I ka nimu, ka qenë besnik. Edhe ka ndru jetë. Pejgamberi pas 2 viteve kur ka ndodhur lufta e Bedrit, 70 veta janë zonë rob. 70 veta janë zonë rob. Edhe s'kan ditë musliman çka me bën me këto rob. A mi lshu, a mi ekzekutu, çka ka mos, janë kon kokat e luftarakëve. Për me kallëzu vlerën e atij personit i cili ka ndihmu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kur ka ikë pi Mekës Medinë, çka ka thonë? Ka thonë vallahi, mu kanë gjallë ai filani, Uqajti i cili më nimoi mua me ardh pi Mekën Medinë. Ai ka dek pagan, ka dek pagan. Ka thonë edhe me pasar që tu, me thonë shloj, liroj të shketo. Ato ka ndash me vrave, nëse më kishtonë shloj, vallahi ja kisha shluë. Pse? Ka thonë për shpërblim dhe mirënjohje veprës tatina. Qo? Shpërblim. Mirë, nëse mësëm që tu e ka bon me paganin, që ka bon me muslimanin, që ka bon me muslimanën, gruet pejgamberit alayhis salam, normal se mirënjohja e tij dhe respekti i tij dhe ruajtja e namit të asaj ka qenë shumë e madhe. Ka ardhur nga Aisha radhiyallahu anha, hadith që kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, dëgjoni këtë hadith sa e ka çmu pejgamberi sa një gruaje. Se gruaja çmohet na Allahu inshallah na drejton të gjithëve. Shpesh nuk ja dim qimetin familjes. Nuk ja dim fimet dikush me ta rujt ti evladin, e me ta rujt nderin, e me ta rujt pasurinë, e me ju përmbajt shtëpisë tane ti më kanë i sigurt. Kjo punë e madhe, nuk e di sa është e madhe. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot nuk e kam xhelozu dëni gruaje sikur që e kam xhelozu Hatixhen. Vallahi kurse kum pa, se di ç'ish duket ajo. Sa ajo ka ndru jetë duke kanë fëmijë Aisha radhiyallahu anha. Thot mirë po, më vinte me e xhelozu nga emri i cili mas shumë di përmendë shtëpinë tonë. Shumë e përmendë pejgamberi alayhis salam. Sa herë që prente, therte kurban apo therte doni dele për familjen e vet, minni herë coptonte, e bante gati edhe thonte, që kjo për familjen e Hatixhes, që kjo për shoqet e Hatixhes, që kjo për filan grujen se e ka dash Hatixhen radhiyallahu anha. Thot, e një ditë për ditëve merë që tu. Aisha, do të shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala, do njëherë ka vepru me pejgamberin alayhis salam, pra sigur e ka te i kalun do njëherë atë, ja Rasulullah ti je i dërguari i Allahut, po tash unë jam ngryja jote, pra toleron pak më shumë. Tha dhe i thash, ja Rasulullah, as pat be që tërgruje në dunjave që se Hatixhesa? As s'ka gruje tjetëra? E më thonë të pejgamberi alayhis salam, inneha kanat wa kana li minha walad. Ka thonë, jo, ajo u konë kështu, u konë e mirë, u konë e ndershme, e më ka një muë, ka thonë dhe shtesë kësajna, unë e kam e vlad pja sajna. Andaj, Aisha radhiyallahu anha, qëfar në tregon këtu? Shumë e ka rujt pejgamberi alayhis salam mirënjohjen e njerëzve që i kanë ndihmu, qoftë edhe pas dekës së tyre. E Hatixha që i ka bo? Hatixha, e dini ki, kur pejgamberi është lajmëruar si pejgamber alayhis salam, i pari njeri tek i cili është strehue alayhis salam ka qenë Hatixha. Edhe i ka thonë Hatixha, po tutna për vetin, qa po ndodh?
Edhe i ka thënë Khadija radiallahu anha, kjo grua aqile, e mëshme, e moni men, Aishës i ka qu selam Gjibraili. I ditë për ditë për kontonet për mësa me gruin e vetë, edhe i ka thënë Aishës, oj Aishë, Gjibrili ka të bani selam, me leku më i madhë. A Khadijës i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, oj Khadijë, po të banë selam Allahu. Po të banë selam Allahu gjelle gjelalu. Në Khadijën e ka pas gruin, andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam shumë e ka çmu Khadijën. Thot Aisha radiallahu anha, pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk mërzitej me përmend shpesh Khadijën, dhe sa herë që përmente, bante istighfar për ta. O Allah fale, o Allah mëshiroje, o Allah fale, o Allah mëshiroje. Kjo ka qenë gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi për Khadijën kemi përmend, ka pas evlat, për evlatëve ka pas Zainabin, Ruqayyan, Kulthumin, Fatiman, edhe Abdullah, i cili ka lind pasi është bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni këtë rast tjetër. Sa e ka respektu Khadijën pejgamberi alayhi salatu wassalam. Mos flasim tani, jemi të folë për Khadijën, respektin e mësam kur ka ndru jetë, kur e konë gjallë kemi folë në te rasti Khadijës radiallahu anha. Thot gjithashtu Aisha radiallahu anha, dhe dëgjone këtë transparencë, nuk e kam shef Aisha se pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka dash Khadijën, ndërsa Aisha ka orvat, do më thonë me krejta përpjeket, mos pja hek pi zemre e të futët ajo. Me gjitha ta ka qenë e drejt, ka qenë bia e Sidikut, Ebu Bakr radiallahu anhu. Thot Aisha radiallahu anha, një ditë për ditëve ardh një gruje dhe po troket nder me hitën a. Edhe ka qenë motra e Khadijës, e ka pas hemnin Hale bintu Khuwailid, Hale bia e Khuwailidit. E pejgamberi alayhi salatu wassalam pi trokitjes dhe kërkimit lejes ju kujtu Khadija, se motra i ngjan motrës, edhe ju kujtue Khadija, farta'ali dhalik, thot Aisha shumë u gëzue, ja ka kujtue gruajën e vet, edhe tha Allahumma hala, tha o Allah inshallah hala. Ai ka supozu pi brenda që është ajo, po ka bë dua o Allah inshallah që ajo. E pse më kon motra vet? Ajo kon plak e shtyme në mosh. Mirë po ja ka kujtue Khadijën. Thot dhe kur hini, kur dole me pa, ka ajo. Thot Aisha radiallahu anha, feghirtu, e më kaploj gjelozia, sa shumë be kujton kënjeri Khadijën radiallahu anha. Tha edhe së në majta vetin i thash, ja Rasulullah, plak pi plakve të Kurejshve, një plak, i kanë ra dhëmt, me nëzise këshirët, ka dhanë, Allahu ta ka quë, një matë mirë se ajo, mo tash, ka hi një plak, pe ja kujton një plak, Khadijën radiallahu anha, ka dhanë, ta ka zavencu Allahu me një matë mirë, ka pas për qëllim vetën. Unë e beqare, ti Allah shkon e përmen Khadijën radiallahu anha, plus këta në kjo ka arë një plak. Fete ma'ara vëgjhu, u kuq, u nërvozu për nga mberi alayhi salatu wassalam, dhe e kanë vërejt se kër e ka ndruhe për nësam qerën, e kanë ditë se nuk është dishka i knasht. Thot Aisha, e une e disha se për nga mberi alayhi salatu wassalam këtë ftyr nuk e ban pos në dy raste, kur i vind të shpalja, apo kur vishin rejt. Se për nga mberi alayhi salatu wassalam kur kanë ardhe rejt, o shqetsu shumë, deri sa i ka thonë Aisha radiallahu anha, ja Rasulullah, këtë njerëzit gëzohen kur vinë rejt, veç të shqetsohesh. Ka thonë oj Aisha, po ata shka janë ndonu prej popojve më herët, si janë ndonue? Ka thonë kanë ardhë rejt, ka thonë inshallah beshi, e ka ardhë azapi. Ka thonë shkam siguron. Kështu i ka po ndryshe punë për nga mberi alayhi salatu wassalam. Thotë e vorejta se u nervozu shumë. Atëre më tha, jo vallahi, së më ka zavencu Allah me matë mirë se Khadijën. Pra, nëse ti e ki për qëllim se ti e ma e mirë se Khadija, nuk e ma e mirë se Khadija. Tha, Allah nuk ma ka zavencu e Khadija me një matë mirë. Ajo më ka besu e kur ketë më kanë mëhue. E para që i ka besu pejgamberit alayhi salatu wassalam se je pejgamber kusho, Khadija. Ka thonë po, ti je pejgamber. Allah nuk të pështërson dhe nuk e ullë një njeri si ti. I ka thonë fjalët e para Khadija radiallahu anha. Ka thonë ajo më ka besu kur ketë më kanë mëhue. Ajo më ka thonë je i vërtet kur ketë më kanë thonë një rëndës. Ajo më ka nimu me malin e vetë, me pasurin e vetë,
kur njerëzit më kanë privue, apo dhe Allahu më ka furnizue me evlad, e nuk kam evlad për grave tjera. Kështu ja ka kthyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëri ka thënë Aisha, ja Rasulullah, pasha atë i cili ka dërguar me hak, s'ta përmeni më. Nuk ta përmeni më. Dhe ka kuptuar se nuk mundesh me ardhur në rang dhe pozitë të Khadijës radiallahu anha. Andaj kjo ka qenë prej moralit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra e ka ruajt dhe e ka çmue shumë një njeri i cili e ka ndihmu, e veçanërisht se ka qenë gruaja vet radiallahu anha. Gjithashtu ka ardhur nga Aisha radiallahu anha se një ditë për ditëve ka ardhur një plak te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e cila ka pas emrin Juthamatu el-Muzaniyya. Ka qenë plak. Juthame i thojnë gruaja kur është, domethënë, mendjetrash. Arabt janë çuditshëm në emërtim. Arabt janë çuditshëm në emërtim. Për shembull, ja vënon evladit emrin Ahmak, thot inshallah del i mëshëm. Se thot shpesh janë ujna i mëshëm e del Ahmak. Kanë domthon e kanë përdor domthon optimizmin me të kundërtën. Për shembull e ka emërtuar evladin e vet Ismut, me shpresë që ne e shnosh. Kështu i kanë pas traditat e tyre. Kur ka ardhur kjo gruaja ka pas emrin Juthame, pra një lloj sigur mendjetrashe. Kështu ja ka lënë nana vet, baba vet. Mirë po, e ka pas shoqe Khadijën radiallahu anha. Kur ka ardhur te pejgamberi alayhi salatu wassalam, i ka thonë kush je? Ka thonë Juthame, kjo gruaja. I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, bel enti Hassana. Ka thonë jo, ti je Hassana. Domthon sigur e mira, apo e vlefshmja, e bukura. Jo çish ta kalon emrin tyje e prindi. Pastaj ka thonë kejfe entum, kejfe halukum, kejfe kuntum ba'dana. Ka fillu me pyet pejgamberi alayhi salatu wasallam, ka thonë si jeni, si kaluat, si është halli juve, si keni kalu pas kohës se nuk kemi pa. Pastaj ka thonë elhamdulillah, mirë jemi ja Rasulullah. Atëherë normal reagimi pikujt pritet prej Aishës. I ka thonë Aisha ja Rasulullah, gjithë këtë përkushtim për këtë plaka, sa shumë u dhave mas kësaj plake. I ka thonë o Aisha, që kjo gruje na ka ardhur, na ka vizitu kur e kom pas Khadijën gruje. Kur na kon gjallë Khadija, kjo vike na vizitonte. E mirënjohja është prej imanit. E mirënjohja është prej imanit. Pra ti mu kon mirënjohës ndaj dikujt që ka bëu mirë, është prej imanit. E mohimi është prej kufrit. Ka thonë alayhi salatu wassalam, nuk e falenderon Allahun ai i cili nuk i falenderon njerëzit. Ti po dikush thot, unë kur kujt s'kam më thon faleminderit. Po ti as Allahut si thu faleminderit. Sepse Allahu nuk ti çon të mirat poshtë nëpërmjet njerëzve. Ta çon nëpërmjet babës, nëpërmjet nanës, nëpërmjet familjes, nëpërmjet shokëve, nëpërmjet miqve, nëpërmjet përkrasve. Nuk ti bëj Allahu ti piçillet mirat, pra me sebepe. E ti nëse sebepin familjen nuk e falenderon, si ka mundësi me falenderu Allahun te bareke ve teala. Andaj kjo ka qenë prej mirënjohjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ka qenë mirënjohës ndaj grave të veta. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe këtu nuk ka turp vëzër, hadithin e ka transmetuar Imam Tirmidhiu dhe të tjerë prej ulemave, nga Urwa radiallahu anhu, nga Aisha radiallahu anha, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë kur ka dalë për namaz, apo i ka puth dënjanën prej grave të sot ka qenë në ta. Edhe i ka thonë Urweja, ka qenë domon nip i Aishës, i ka thonë oj nana muslimanëve, ka thonë mduket je ti ajo, fa dhahiket, dhe ka qesh. Apo dhe kjo vëzë prej dëmshurisë dhe pejgamberit ndaj grave të veta. Derisa e kanë pyet Aishën radiallahu anha, pasi që jemi në Ramazan, i kanë thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse ka qenë e njohur, se vezëm ka shkombi për qafime dhe puthje me gratë të veta. Apo e kanë pyet e në Ramazan, a ka ndodhur në Ramazan me të puth? Ka thonë po vallahi, ka qenë agjërushëm, kur ka dalë pi shtëpie, ka shkombi puthje me mua, ka thonë mirë, po mos harroni, ai e mban të vetën ju Sulejmani. Ai e mban të vetën ju Sulejmani. Çfarë do të thonë? E ka kufizuar veten sallallahu alaihi wasallam. Madje ka qenë prej traditës pejgamberit alayhi salatu wasalam që të shpreh dashuri ndaj grave të veta. Gjithashtu, thot Aisha radiallahu anha, ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam shumë i dashur ndaj meje. Ka tregu dëmshuri ndaj meje. Si thot seher
kur ju më kanë në mujore, me cikël. Apo thot edhe në cikël e dini, sot edhe shkenca ka vërtetuar se kur gruaja ka cikël, apo kur është shtatzane, apo kur është lehon, ka çrregullim. Ka çrregullim fizik, ka edhe çrregullim psikik. Domthon ka mundësi nervozohet, ka mundësi shqetësohet shumë. Pse? Nga sa atje hormonet përzihen apo edhe më sa ka ditë. Dhe i ka kushtu rëndësi të veçantë kur ka në cikël. Thot Aisha radhiyallahu anha, kur ka qenë cikël, edhe mirë sa diçka me pije, pejgamberi alayhis salam për më kallzu mëshirë ndaj meje, e mirë te gotën, çat anën çka e pisha unë ujin, piç aty shkoj ke pitke. Edhe kur hajsh mi buk, pjesën çka e mirë që unë me hangër, e mirë te piç aty hajke. Për shembull ka marr mishin apo cëllën pjesë ka pas të ushqimit, edhe e ka pa ku po ha Aisha. Ka shku e ka marr kur e ka lënë Aisha, e ka marr pejgamberi në çat pjesë, apo për çfarë arsye vëllazër? Ja i thot, unë e gërdit në valla. Po, a e ki gruje? Po, duhet me shprej njeri me grujën e vetë, emocion dhe respekt. Andaj kjo ka qenë prej sjelljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka dashur shumë pastërtinë. Dhe një rast prej rasteve, e kemi përmendur këtë rast, po këtu do ta përmend në kontekst tjetër, kur ka ndruar jetë pejgamberi alaihi salatu wasalam, dhe e dini para se me ndruar jetë, është ranu trupi i tij, edhe s'ka mujt me fol. Ju ka trash gjuha. Andaj fjalët e funit mendoj se i ka thënë alayhi salatu wassalam. Thot Aisha radhiyallahu anha kur o krenua dhe ka treguar se domon ka qenë privilegjuar me këtë gest pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot pejgamberi ka vdek në gjoksin tim, në pranin tim, pra është mbështet pejgamberi te Aisha radhiyallahu anha dhe çati ka ndruar jetë. Dhe me këtë është krenua Aisha radhiyallahu anha. Thot fundi i pshtymës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë me pshtymën time i përzim. Pshtyma që kanë nxjerrët, e si ka ndodhur kjo? Ka qenë i shtrim. Ka hi Abdurrahmani, vllai Aishës radhiyallahu anhu. Edhe kur ka hi e ka pas misfakin, konti la dham. Edhe më sa më ka shlu syt. Aisha ka kuptu, gruaja e kupton. Edhe i ka thonë ja Rasulullah, e do misfakin? Ka bëu me isharat, po, bjem me misfakin. Edhe kur e ka marr, s'ka mujt se kon, domthon sa e ka çelaj misfakin, drunin. Edhe i ka thonë ja Rasulullah, ata zbuti. Ka thonë po, zbute. Edhe ja ka zbut Aisha radhiyallahu anha, edhe ja ka thonë. Apo, pra, pshtyma e Aishës e funit me pshtymën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Thot Aisha, pshtyma e funit, pra pshtyma është langësi, lang i cili me ta ti zhvillohesh. Kur vdesë njëri si jetë më pshtym. S'ka lang i cili qarkullon. Thot Aisha radhiyallahu anha, pra, sikur ka dash me thonë, gjallëria e fundit, pikat e fundit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë qenë forzime me pikat e mia. Dhe kjo ka qenë prej respektit që e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu thot Aisha radhiyallahu anha, dhe kjo ka ardhur prej grave të tjera nga gratë e pejgamberit alaihi salatu wasalam, se kur ka qenë donjana prej tyre në cikël mujor të zakonshmet, oshtrim prerjen e saj. Edhe ka lexuar Kur'an. Oshtrim prerjen e saj, edhe ka lexuar Kur'an. Hadithin e kanë thënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Dhe këtë dietar kur i kanë komentuar pse pejgamberi alayhis salam e ka shtu kujdesin gjatë ciklit të grave, sepse gruaja ka nevojë për kujdes shtesë e që zakonisht kur ndodhin problemet, kur e ka gruaja ciklin menstrual. Andaj shariati e ka ndaluar, të na të ndaluar në fe, me e bë talak gruajën kur i ka ciklin mujor. Për shembull, nëse gruaja ka në cikël, edhe njëri thot, a di shka, mlet i tesha të shko të shpia, si e këmo gruaja ime, haram e ki, prit në ta kryje më sanena. Madje du të mu pastruhe, ku tjetë e gatshme e pastër, atërë si dush shloje. Atërë si dush shloje. Për çfarë arsye? Sepse ti ka mundësi në veritësh për asaj, prej gjendjes fizike të asaj, apo prej gjendjes çrregulluar dhe emocionale të asajna, edhe çka thu, hat shko. E Allahu që ka thënë jo, s'ka me shlu në cikël. E shon ku ta pastrohet prej cikël. Andaj pejgamberi alayhis salam i ka kushtuar rëndësi të veçantë grave të veta gjatë ciklit mujor të grave. Prej përditshmërisë të pejgamberit alayhis salam me gratë e veta, rregullon se ka mundsi mikrofonin. Prej ciklit domthonë vazhdimërisë, përditshmërisë të pejgamberit alayhis salam, cila ka qenë, thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi alayhis salam kishte tradit që kur merrte gusull, ato si kanë pas përpara, nuk i kanë pas sina apo me këto komoditete, i kanë pas banjët më thjeshta.
Thot Aisha radiallahu anha, ndodhte që pejgamberi alayhi salatu wassalam shpesh unë dhe aj të mirë një mgusëll pinjene. Do më thonë, është la bashkë me gruin e vetë. Dhe, thot Aisha radiallahu anha, më thonë të da'i li. E unë i thonë da li. E kanë pas enën, ku e kanë morë ujin, dhe pesaj, pe jasë ene, janë pastruhe. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe atë moment, e ka shfrytzuar mos bavit me gruën e vet. Ka thënë lema mu ujin ta përdori, e ka thënë jo lema mu ujin ta përdori, thot Aisha radhiyallahu anha, dhe kitë për çka e bante? Për shpreh dashurinë ndaj grave të veta. Gjithashtu, prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë që nuk i ka dha në ceremoni gratë e veta. Sigur për shembull plot për njerëzve kur vjen për shembull diçka mi kry punë gryes vet, apo e thirr gryeva vet, hajde shkojmë filan venin apo alan venin, apo do një dëshirë, i nxjerr 1, 2, 3 deri në 1 milion arsye, apo nëse e thirr dosti, nëse e thirr shoku, po s'muj me refuzuket, apo dhe kjo është për përmbysjes, nëse ka qenë në kundërtën. Dëgjon në këtë rast. Tash ka transmetuar Imam Muslimi nga Anas ibn Malik radhiyallahu an. Thot një ditë për ditëve, ka një njeri ka qenë për Persisë. Ka ditë me bë ushqimin mirë, ka qenë kuzhinier i mirë. Dhe njerëzit zakonisht, ai i cili e di kuzhinën mirë, nuk e refuzojnë, apo? Që kur njeri që e din ushqimin e mirë, edhe të thirr ai, ti nuk e refuzon. Thotë Anas ibn Malik, një ditë për ditë erdhi një kuzhinier i mirë. Edhe i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah, hajde me hangër. Special, hajde me hangër. E pejgamberi alayhi salatu wasalam çai tha? Tha edhe këtë gruën time thënë. Edhe Aisha. Ai tha jo, Rasulullah unë vesh tipu do më thirr. Tha atë s'po vi. Shkoja. Ardh ditën tjetër. Tha ja Rasulullah ku mboje mek? Po pranoj. Kjo është që njihet për jemek të mirë. Tha ja Rasulullah hajde buk. Tha edhe Aisha. Po thirr edhe Aisha, vina bashk. Tha jo, unë po du vesh tyje. A dar tha unë s'po vi. Para më vëzër njani për neve mi thonë rastet ndryshme. Ja thirëm bashk, ja zvije. Do të lashe madhe, apo? Andaj, tha, thirë edhe Aishen. Tha jo, kur erë 3 herë, tha ja Rasulullah, hajde me hangër. Tha thirë edhe Aishen. Atër tha merë edhe Aishen. Atër e murë pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe Aishen, edhe shkun të shtëpia e tina, edhe hangërën buk. Kjo çka argumenton dhe zërë? Çfarë argumenton? Ka mu dhe sa me shku, mi thonë Aishen, prit pak, shkoj t'ja kry, dhe më nderin këti njerit, edhe zbahat kur gjo, apo? Mirë, po me sa çfarë donte? Që mos t'i laje vetë, mos t'i theje ndjenjat e grave të veta. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i kujdesshëm që mos t'ua lëndon të ndjenjat grave të veta. Gjithashtu pejgamberi alaihi salatu wasalam nuk i haron të gratë të veta edhe kur ishte në etikaf. Etikaf, çka do të thonë etikaf? Mu mshel në xhami për hir të Zotit. Këta zakonisht pejgamberi alaihi salatu wasalam e ka bë në Ramazan. O mshel 20 dit, o mshel 10 dit, o mshel, që të më dhënë o mshel? Ja kanë pru bukën ati mrena, veç o falë edhe u lutë, s'ka dalë hiç jashtë, s'ka dalë jashtë. E nëse ka pas dhe një nevoj, e ka qelë dritarën, ja kanë dhanë nevojnë edhe, ka hi mrena në xhami, pejgamberi alayhi salatu wassalam. Një ditë për ditëve, ka ndollë me qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam një tikaf. Edhe ka ardhë me vizitue Safia. Dhe shkoni, itikafi është vepër e madhe. Mu mshel vetëm për Allahun te bareke ve teala. Ajo që orvatën me bë murxhit, priftat. Mu mshel tan jetën. Në Islam nuk e kena tan jetën, sepse ne në Islam i kemi balancët. S'mund është tan jetën. Andaj dalin skandal pas skandali. Pse ju dalin skandale? Sepse e kanë prish normën e Allahu xhelala ligjin e tërshmërinë. Mos u mundon me bë diçka që s'mund me bë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Atë kur njëri pi njerëzve tha në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, unë kur smartona, unë veç agjëroj. Apo unë tha nuk ha kurr mish. A tjetër tha unë splej veç falla. Çka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Tha jo, kjo është rruga ime. S'mund njëri me bë. Sepse na e kemi për qëllim ta njëjtën. Andaj shikoj ishte në itikaf. Erdhe vizitoi Safia. E tash pejgamberi alayhi salatu wassalam për me lanë mu këthi vetë, se kishte pak ma largë shpijen, qka bani pejgamberi alayhi salatu wassalam? Dul për itikafit, e mur grujën e vetë, edhe për e përcjell të shpija. Në terrin e natës.
të shku rrugës, sahabët e kanë ditë se pejgamberi në itikaf, s'është jashtë. O i mshel, për momentin o i mshel, nuk del jashtë. Edhe e kanë pa një njeri i ngjan pejgamberit alayhis salam me tani gruaje. Gratë e pejgamberit alayhis salam vëllezër kanë qenë të mbuluara me perçe. Apo tani nuk kemi për me shpjegu këtë dispozit, mirë po gratë e pejgamberit kanë qenë të mbuluara me niqab, si ka pa kurkush kur ka zbrit perça. Edhe pse shumica ulemave kanë thënë, kjo është e veçantë për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur i kanë pa këto sahabe kanë vrapue. Pra, nëse është pejgamberi mos ta munojna. Atëherë pejgamberi alaihi wasallam i ka thënë, "Ala rislikuma, nal." Ka thënë kjo Safia, greheme. Ata i kanë thënë, "Ja Rasulullah, subhanallah, nuk na shkon mendja diçka." Atëherë tha pejgamberi alaihi wasallam, "Shejtani çarkullon te biri Ademit, ka qarkullon gjaku, e une u friksova që mos të hedhe shejtanin në zemrat e juve diçka e të shkatroheni." Apo, komu si e ka e mërë tash këtë gruje për mësëra, sa e ka dalbit i kafit, e ka përcjell grune vetë deri tek të shtëpia. Kjo çka argumenton dhe zërë? Çka argumenton? Por shembull, që ta kuptosh këtë rast, për mësëra mu mshelë në gjami, u konë për nga mberë, ketë me dinja e kanë di që tash në i mshelët. Mirë po, kur vjen gruja, kur vjen ajo e cila është e thyshme, ka nevojë për krajën tane, ajo ka arë me vizitu, ka va muhabet, e ka kry muhabetin, pejgamberi alayhis salam ka thënë, tamam, tash në po të përcjellë dhe shtëpia. Ne kur jena do një punë, njani pin çajtor, thot, mos u mthirë se i të më pengue. Se ki atë komentu këtë dunjajë, çka atë ndodhë në Ukrainë, çka atë ndodhë me Covidin, çka atë ndodhë me botën, mos u mthirë se i të më pengue. Për mësa më konë të falë, itikaf, i mshelt, ka thonë, ka dalë Safia të përcjellë. Andaj nuk ban burri me kallxu burrnia në diçka çka so burrnia ajo. Burrnia me tregu respekt. Burrnia me disa jo lëndohet. E këto lëndime me i mjekue dhe mos me lanë që ata mu nije të thyshme. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, la tadribu ima Allah, mos i goditni robreshat e Zotit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot Aisha radiallahu anha, kur asnjëherë s'ka çu dorë mbi gruajen. Apo e përmendëm ligjëratën e parë se komenti i fjalës Allahu xhelalu ala për gratë, wadribuhunna, ndonjëherë goditni, sahabët që kanë kuptu kanë thënë me misfak. Ndërsa Aisha thot kur pejgamberi alayhi salatu wasalam s'ka çu dorë mbi gruajen. Ti mundesh me mita me në spital, po so burrnia ja. Burrnia me durue, që ta shohim durimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thënë alayhi salatu wasalam, istawsu bin nisa'i khaira. Këshillohuni me gratë e juve, sepse gruaja është krijuar nga briri. E gjëja më e shtrenjtë te briri, cili ajo më e larta. Allahu ja ka kriju Hawan pi brinit Ademit. Brini, e keni pa? Hini atje në YouTube e këshifni. Ai brini më nalt o më i lakumit, pi çati e ka marrë Allahu xhelalu ala. Apo që të jetë ngat. Thot alayhi salatu wassalam, e më i shtrenjti, pjesa më e shtrenjtë është më e nalt, pi çasoj është krijuar. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, fa in dhahabta tuqimu kasarta, me bati me provu me drejtu brinën, merrni brin, mundesh me të kafshë apo diçka, provoj me drejtu, ajo thërr. Nëse ti munoj gruajin me bë burr, pejgamberi ka thënë, e me thi çish i bie me bë talak. Apo shpesh njerëzit nuk dinë se si musil me gratë vetë mundohen, ajo ta kuptojë si burr, ajo s'kupton si burr. Po paskon burrë kish bë burr Allahu xhelalu ala. Shikoni Maryemën alayhi salatu wassalam. Maryemi është një ndër 4 gratë më të mira në botë, po s'mundet me dal për faktin që është gruaje. Kur ja ka hedh Gjibraili Isën në mitër, çfarë ka thënë? Ja lejteni mitu qabla dhalik, o e mira unë të kisha dek para kësajna. Pejgamberi nuk e thot këta, burri nuk e thot këta. Megjithëse ishte grua e vlefshme, grua e gjenetlike pikë kësaj dunjaje, nana e Isait alayhi salatu wasalam, megjithatë s'pat mundsi me dal prej gjendjes së gruas. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam këshillonte që njerëzit të sillen mirë me gratë e tyre. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk është hidhnue kur ndonjëherë gruaja është hidhnue. Ka ndodhur Aisha radiallahu anha
mu i dhnu do njëherë me pejgamberin alayhis salam. Edhe këta nuk e ka këtë privilegj pos Aisha, edhe gratë e veta. Pra, nëse thot njani, nëse u i dhnu Aisha, a banu në do njëherë mu i dhnu me dhe një hadith, jo, shkon imani komplet. Nëse ti e beson se aje ka thonë dhe ti nuk kënaqesh me ta, ajo rrezik imani. Ndërsa Aisha ka pas raport bashkëtorë. Tregon Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi alayhis salam i ka thonë një ditë: "O Aisha, unë e di kur ti i e kënaq me mua edhe kur i dhnushëm." Shikoj, e kënaq edhe i dhnushëm. Ka thonë: "Pika e di ya Rasulullah." Për nga e di se jam i dhnushëm apo pajtushëm, ka thonë: "Shikoj, kur je ti e kënaq me mua, radhie, kur je razi me mua, kur fol, thu po pasha Zotin e Muhamedit, jo pasha Zotin e Muhamedit." Njeri kur ba Muhammed, apo po pasha Zotin e Muhamedit, jo pasha Zotin e Muhamedit. Ka thonë: "Ndërsa kur je i dhnushëm, thue jo pasha Zotin e Ibrahimit." Atëri ka thonë Aisha radhiyallahu anha: "Ejel ya Rasulullah." Ka thonë: "Po vallahi ya Rasulullah." Ka thonë: "Unë nuk muj me të refuzu po se emrin. Pra unë në zemër prapë maj, po do njerë kur i dhnona, tham jo pasha Zotin e Ibrahimit. E na e dina kur i dhnona shka na thojnë. Allah inshallah na përmison të gjithve." Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i sjellshëm edhe kur ata ishin të nervozuara. E njëri thot: "Çish ka mujt një gruaje mu i dhnu me pejgamberin alaihi salatu wassalam?" Gruaje ka qenë. Gruaje ka qenë. Madje pejgamberi sa mi ka ndodhur edhe më shumë se kaq. Pejgamberi alayhis salatu wassalam, e ditë për ditëve, ka ardhur njëna prej grave të veta dhe ka marrua Yemek. Ka marrua Yemek. Dhe i ka thonë Aisha radhiyallahu anha: "Hapi Yemekit." Ai ka thonë: "Jo s'ha." Ka thonë: "Ha se ta marr Yemekin ta gjujnë ftyr." Gruaja tjetër, ortake. Edhe ajo nuk ka hangër, e ka morë, ka gjujtë ftyr. E ka morë Yemekin, e ka gjujtë ftyr. Ti me ndodh kjo, ti me ndodh, ka qesh, ka thonë: "Tash ti ktheja Aishës, merre do Yemek, ti çfarë gjuja në ftyr." Dhe kanë kesh bashkë dhe e kanë tejkaluar situatën. Kështu ka qenë pejgamberi alayhis salam me gratë vet. Andaj pejgamberi alayhis salam asnjëherë nuk i është i dhnuar grave të tij dhe ka qenë i kujdesshëm që mos tua lëndon ndjenja. Gjithashtu nga Anas ibn Malik radhiyallahu an ka ardhur se pejgamberi alayhis salam kur është qetësuar një gruaja vet, e ka marrë dhe i ka fol kadale për ta qetësuar. Një ditë për ditëve e sheh gruën e vet Safijen tukajt. E shef Safijen tukaj. Edhe i thot pejgamberi alayhis salam: "Pse po ka?" I thot gruas vet: "Pse po ka?" I thot: "Ja Rasulullah, Hafsa, gruaja Omerit, çika Omerit, gruaja tjetër e pejgamberit alayhis salam, gjatë muhabetit i ka thon: "Hajt se ti je çik jehudie." A shiko? Shiko vëllazër, këto janë normalitete që duhet t'i pralojmë kështu që janë. Nëse gruaja e pejgamberit alayhis salam, një çika e Omerit, a mund të paramenu çfarë çike ka edukuar Omeri kur e dim që është Omeri? Megjithatë gratë ndodh apo thon, lshojnë llafën në mes veti. Ka thon: "Hajt se ti je çika e jehudies." Edhe ka filluar me çajt kjo. Se unë pse kam babën jehudi, unë jam jehudi, unë jam muslimane edhe jam gruaja e pejgamberit alayhis salam. Atëherë kur e ka pa pejgamberi alayhis salam i ka thon: "Innaki ibnatu nabiyyin wa inna ammaki lanabiyyun wa innaki tahta nabiyyin fa fima tafkharu alayki." I ka thon: "O Safije, kjo ka për më babën e ka pas jehudi. Dhe baba vet ka dashur me vrap pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po Allahu i ka bërë rrezik që çika vet më kanë gruaja pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam." Ka thon: "O Safije, ka thon ti je çika e pejgamberit." Sepse Safia ka qenë nga mbesat e Harunit, vllaut Musait alayhis salam. Pra ja ka përmendat babgjyshin. Pra është e vërtetë se hujejin e ki bab, po ky hujeji përfundon në Haruni alayhis salam. Ka thon ti je mes e pejgamberit, apo dhe agjën e ki pas pejgamber Musain alayhis salam. Ka thon dhe je nën kurorën e pejgamberit, mua ai gruaja ime. Po ka thon: "Me çka krenohet kjo për mitije?" Po kjo që ka Omerit, ati bab edhe aq i ki pejgamber, i e gruaja pejgamberit, pra ti më i privilegjuar je se sa Hafsa e bija e Omerit. Kit kjo vëzë çka argumenton? Se besam nuk ka thon: "Hajt tash mirë në vesh aty vet se ashtu është vetë në rrok." Jo. E ka morë nësam dhe e ka qetësu. Shiko ku i ka shku mendja alayhis salam, megjithëse ai ka qenë i frymzuar. Ja ka përmend
bab gjysh atje të largët, i cili ka qenë pejgamber, ka thonë kata. Te ki babën jehudi, po këto jehudit janë bit pejgamberëve. Ato kanë devijuar ma vonë. Kjo ka qenë prej sjelljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka pasur një grua të smut, ka ankuar diçka, e ka marrë pejgamberi dorën e vet, e ka ngjit me dorën e gruas vet, edhe ka bëu dua. Pra ka qenë shumë i dhëmshur kur o konë njëna prej tyre e smut. E na që thojna, haj çuç ndoshta se s'ka hije kështu. Nuk shkon kështu vëllazë. A duhesh me kallu kujdes, duhesh me kallu çka ke nevojë. E kështu më radh, sepse apo të vjen mirë ti me shërbyer 24 orë, me ta rujt nderin 24 orë, me shërbyer 1 vjet, apo e sidomos edhe në tash Ramazan. Shikoni vëllazë, është shumë e rëndësishme që gruas mos t'i humbët mundi, sepse humbja e mundit, shkelja e mundit, psikologjia sot e ka vërtetue se sa ma shumë dikujna që e kryin një pun, i dhu, bravo të kodë, klum, i shtohet vullneti në përsosin e veprës. Në përsosin e veprës. E kur ti i dhu, hajt se kur gjo si t'u bo. Ajo ullët, i bjen vullneti, apo? Andaj për nësam nuk i mohon të drejta. Shiko, për nësam, kur ishte e smund, i shkon të afor, ja mirë të dorën e vetë, ja nënë të deballi vetë, edhe thonë të Allahumme rabben nas, edhibil bes, ishfihi wa ente shafi, thonë të o Allah, ti e shëruesi, shëroje, ti e shëruesi, shëroje, me një shërim i cili nuk le pas asaj as një smuje. Kjo ka qenë prej sjelljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej sjelljes pejgamberit e cila është maja. Vallahi ka një herë që do transmetime, mos më kanë në librat e muslimanëve. Thu, a për një mes që për mësa mosila? A dinim se ndodhë kjo dhe zërë? Se na rritmi në sokake dhe mahala, dhe na krijon perceptime, dhe na krijon bot kuptime të gabuara, e pastaj kur e shikona, a çështu si për mësam? Po çështu si, pse ai vjen për një rreth tjetër. Ai nuk e ka sikletin, çka po thot mahalla, çka po thonë, njëri thot mbje burnia, hoxha se ke shtevone. S'bje hiç burnia vallahi. Vallahi pse më kanë në kuzhinë. Pse më ka shku te veni ku i ka pas baktit, e ka shiku delët, e ka mbjell delën, ka marr, e ka rendit ent. Kështu e ka të përshkujt Aisha radiallahu anha. Dëgjoni këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam se si ka mri kulmi i dashurisë ndaj grave të veta. Një ditë për ditëve Safia ka qenë me pejgamberin alayhi salatu wasalam duke shkuar në haxh. Edhe në haxh kanë shkuar përpara me kuaj, me deve, me çka kanë pas. Apo edhe duke shkuar rrugës, arabët e kanë dashur hyjvanin që e kanë përdor. Nuk e kanë shkel hyjvanin. E kanë rujt, derisa mëson i ka limue kuaj që i ka pas, alayhi salatu wassalam. Dhe ka thonë, vazhdon khajri mu kanë që to ftyrat e kuajve. Vazhdon lufta në rrugt të Allahu xhelora me këtë kuaj. Apo tani, sa për ta kuptuar. Safia ka pas një deve e vet, sikur sot që e ka veturën e vet. Apo sikur sot që e kemi veturat, pejgamberi ju ka caktuar shpesh të vetën. Ka thonë se kjo kushtimisht vetura jote. E ka pas si cilat vetën. Apo dhe fillon ulet devja jo si në zakonçmën, devja e Safijës. Edhe janë nisë të mërzit. Apo janë nisë të mërzit, dhe është normal. Dhe Ibn Hajar al-Asqalani, tani nuk kemi me përmend shumë dobin nga se na del temën nga vendi vet. Ibn Hajar al-Asqalani thot, në këtë hadith dhe në këtë mërzit e Safijës ka argument që lejohet mu shqetësu për materialin, por pa e tepruar. Ka nis devja po ulet, pra s'pohet qish duhet, edhe është mërzit. Safia radiallahu anha. Dhe ja ka nis me kajt. Kur e ka po pejgamberi alayhi salatu wassalam, i ka thonë, pse po kam? E ka po, mësëm se po kam për devën se u ka ul para kohë. I ka morë pejgamberi alayhi salatu wassalam me durët e tyra të ndarshme dhe ja ka fshi lotin. Edhe i ka thonë, domthon, kuptimin e ka ngushëllue me durët e veta. Cili për neve zërë dhe njëra ka bo këta? Që grujës vet, bashortës vet, mi e largu një shqetësim këtë formë. Dhe njerë shqetësimin më të madhë që e ka. Aja e banë galën e këtë shpijës, apo edhe te e këshirë me mrolla. Dhe të hamë, shiko, përdojnë mi shpejë që valla dhe njerë të turpë është mi kalzue. Dërsa Ibn Hajar al-Asqalani që ka thot, dërsa nëse e shikojmë sebepin, pse ja ka fshi lotin, a i ka dik baba, o smudi shka, jo, sa ti punu devja. Por që më njani me papi neve, grune vetë, tu kajtë. Pse je tu kajtë? Thot sa të punu shporetit.
Na e kishmi këtë përdorur këta. Nëse nuk i dha, po ku ka atë për këtë punë? Jo, jo. I mori afshin i lotin sallallahu alaihi wasallam. Andaj tha alaihi salatu wassalam, hadithin që ka thënë Imam Ibn Majah nga Abi Huraira radhiyallahu anhu, ka thënë alaihi salatu wassalam, Allahumma inni uharriju haqqa ad-da'ifaini al-yatimi wal-mar'a. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, o Allah, unë peshtrëngoj hakin e dy xhaifëve, dy dobtëve. I pari dopt është jetimi, i dyti dopt është gruaja. Gruaja vjen pi shtëpisë të huaj, edhe të bëhet gruaja tije. Edhe të shikon tije sikur më pas jetu, tankon me tije, mos me pas kur babën nan. Megjithatë, sa pak ja dinë hakin e lutem Allahu që Allahu xhelalu na permision ta merrmison të gjithëve. Dëgjoni këtë rast tjetër. Shumë interesant nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ku pejgamberi alaihi salatu wasalam, një ditë për ditëve, ka transmetuar Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, ka një ditë për ditëve Abu Bakri te shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka dëgju Aishën duke ja ngrit zanin pejgamberit alaihi salatu wasalam. O afru te dera, kur e kanë përpara shtëpiat që ngon si tonat, kështu të izolume, të blindume, me dritare, me dyrë të veçanta, jo, ka qenë më thjeshta, është një zani, kështu me radhë, apo ka qenë më modeste. Madje në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe cilësimin e asaj shtëpie ka ardhur se ke mujt me prek çatin me dorë. E ke çu dorën pak më i lart, e prek çatin. Ka qenë shtëpi modeste, nga se nuk e ka dashur dunjën. Ka ardhur Abu Bekri, edhe e kanë zani Aishës për mizanin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. I ka bërtit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka hin Abu Bekri, edhe ka thonë, "Ya ibnata Umm Rumman." Ka thonë, "Oj çika Umm Rumman." Çika gruavet. Si ka thonë çika eme, tash në pozicion i keq. Ka thonë, "Oj çika nanëstane Umm Rumman." Ka thonë, edhe e ka kap. Ka thonë, "Ti ja ngrit zanin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ti ja ngrit zanin pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam?" Edhe mësam ka hin midis edhe i ka dal. Donë e ka kap Aishën me një anë, edhe Abu Bekrin me një anë, edhe pra Abu Bekri sikur ka dashur ta çortoje pak më ashpër çysh ja ngriti zanin pejgamberit alayhi salatu wasallam, se kjo ka qenë çika e vet, ai pejgamberi vet sallallahu alaihi wasallam. Edhe shkon Abu Bekri Siddiku. Kalon disa çaste, ato pajtohen, edhe ja nisin me keshë me muhabet, tu zbavit. Atëre prap më vonë vjen Abu Bekri Siddiku. Edhe tu hi avër para se me kërku leje, i nin tu kesh. Edhe i thot Abu Bekri Siddiku, ju as po mbani tash mu pjesëmarrës në zbavitjen e juve, çish u mbanën pjesëmarrës në luftën e juve? E kur ka të luftu, unë munova me u drejtue, apo e tash po du me i tash, masini tu kesh, po du me ardhe dhe une. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë i ka thon Aishës? Ka thon, "Oj Aishë, të pështova." E ke du të reja jam unë të pështova. Kjo ka qenë morali pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam. Domthon, pejgamberi e ka pështu pi papës vet, mirë po e ka pështue, sepse arabët e ndërua vëzër, për nga natyra, pa qenë sahabe. Arabët vëzër, mos ta në ngjojnë neve, por në ngjojnë neve. Janë dashmër. Kush akon haxhillok e di, vetë dhe një haxhi, qish sillet ai në kufije, ai do të kallzoje. Po arabët e vjetër janë konë tranë. Andaj pejgamberi ka pas shpeshher me tradita trana, megjithëse këto sahabe Abu Bekr Siddiku këto kanë qenë nga kultura më e lartë. Andaj kur kanë çortue, andaj ka ardhur transmetime kur e kanë vet Omar Khattabin, pikaj e boç ashtu tërbie. Çish e bë tërbie? Ka dhënë disa transmetime, ka thënë sepse çiki Omeri, se dia ka hën ky më shumë çutek, a Gomari Khattabit. Khattabi baba vet e ka pas Omerin edhe Gomarin. Edhe ka thënë haç ko puno. Kur ka shkuar me punu, kur a kthi, pse se ke bë krap, pse se ke bë këta, edhe thotë Omar Khattabi, unë nuk e di a mum ka rrej më shumë ha Gomarin. Tash nuk jena për me gazu se si edukot fëmia, mirë po kanë qenë të çortushëm dhe kanë përdorur ndonjëherë vërsi. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka thënë se unë pështova o Aishë, se këtu të kap babaja. Gjithashtu ka qenë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sjellja e lartë, ku pejgamberi alayhi salatu wasallam Safijen, gruajën e vet, radhiyallahu anha, e ditë për ditëve ka qenë duke hip në deve. E ka morë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e ka mbështjell, e ka dhënë petkun, e ka vesh. Para më do të thosh se këtë skenë. Por sa thash dënia vallahi subhanallahu, mos me qenë transmetimi saktu, ç'i ka bëu sa këta. A mundesh ti me morë mantillën dhe më ja vesh gruas tane? Po çe gruaja se e meriton. Apo
A mundesh me aqel derën e veturës, edhe me thonë bujrum him. Jo veç kash. Shikoni çka ka bërë sa me gruan e vet. Thot Enes ibn Malik, e kum pa une vet pejgamberin alayhi salatu selam, duke e mbështjell gruajën e vet. E ka marr petkun, ka thon veshë. Po ne vëzë problemi asë ne, domthon orbita jon është rreth orbitës kryenetësisë. Allah na pastroft të gjithëve. Njeri du të më konë njeri, i shkarkum prej fjalëve, i shkarkum prej barrave, i shkarkum prej shaka me më thanë vilani dhe allani, i shkarkum. Kjo pejgamberi Allah, kjo pejgamber më i miri pejgamber. Dhe ka burë si ki, alayhi salatu wassalam. Thot Enes ibn Malik, ja mor dhe e veshi, u ul gjunza, pejgamberi sam. E qiti gunin e vet, edhe i tha Safijës, hip në gunin tem, edhe hip në deve. A e kupton? Ajo, devja e ka atë vegzën ku hip. Po do njerë duhet si me të mënume. Për mësa mu ka ullë në tokë, e ka nxjerë gunin e vetë, edhe i ka thonë, hip Safije, hip dërin deve. Kitë këtë skenë, thotë Enes ibn Malik, unë e kumë për cilë. Thotë dhe ka nejtë qashtu dërë se ka hip deve. Pro me fjallë dhe tona, me aqel dërën, mu hullë ti, mi thonë hip të naltë. Ta e për supozojmë është ma e lartë vetura, kush e banë këta dhe zë? Po s'ki njeri i cili e ka përsos Allahu xhelal në moralet e tina. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasallam vezër prej të mirës që e ka pas dhe moralit që e ka pas për dëshmëri me gratë e veta, thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka urrejt që gratë t'ja nin erën e keqet gojës. Vazhdimisht i ka lodhëm. Sabah, akşam. Gjithmonë kur ka hi, atë thot Aisha radhiyallahu anha, kur është pyet, çish hiken der pejgamberi alayhi salatu wasallam te ju, thot me misfak. Për mësën para se me qelderën, i ka la dhomë mirë, se ka hinë dhomë. Pse, ndoshta mundësia me të mejtë diçka prej erës e keqe, dhe e ka urrejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëzër, ka qenë prej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam është kujdes për pastërtinë e vetë. Është vesh mirë që tjetë i pëlqyer të gratë e veta. Andaj shpesher i ka rregulluar flokët e veta vetë, me krahën, alaihi sallallahu alaihi wasallam. I ka ly flokët e veta, e ka ly mjekrën e vet, është parfimos. Andaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, unë pikë kësaj dunjaje më janë zbukuruar disa prej gjërave. Prej gjërave që janë zbukuruar cila është parfumi. Shumë e ka dash parfumin pejgamberi alayhi salatu wasalam. Apo andaj vetë këto janë gjëra ndoshta na duken neve të vogla, po këto janë ajo pajisja që e mban gjallë jetën bashkëtorë. Që e mban gjallë. Do njerëzit thu, çka ka lidhje me kjo? Po ka lidhje se me era ke zdurohet 50 vjet. Pejgamberi çepën ka thonë nuk e baj haram. Po se kam merak. Madje jo veç kaq, ka thonë kush ka hangër qep, mos vjen në xhami. Ai thash nuk ka haram, ditar ka thonë me kru. Pse mos marr në xhami? Na tash vina mu fal. Koncentrimi, ku është përqendrimi e shejtani he aty, kur të hinë shejtani, kur të hinë vezvesja, e kur të hinë edhe ke, pas jet kur gjama aty. Andaj se të kisha hangër kep, rrit e shtëpia ka thonë alayhi salatu wasalam. E sa e ka urrej që i nihet erë keqe për tina sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe që e ka pranuar zbavitjen. Një ditë ditë kanë ardhur do fëmijë ta besinis dhe kanë ardhur në xhami. Dhe kanë pas do ditë ku ata i kanë festuar. Edhe Aisha radhiyallahu anha i ka një dëzhurma. Edhe ka thonë Resulullah, kush janë aty? Ka thonë do fëmijët e besinis, janë të luajtë aty me shpatë, janë të bë ato ceremonitë e veta. Edhe i ka thonë, o Aisha, a mos ki qef mikshir? Ka thonë, po ja Resulullah. Edhe i ka thonë, noje që tu ftyrën tane, domon pjesën e ftyrës, edhe këshir. Derisa kanet për mësa, edhe i ka thonë, a është mjaft Aisha? A u mjaftove me kaq? Thot Aisha, radhiyallahu anha, unë kisha qef me nejt në shpatullën e tina. Jo që më këshirë që palazën shumë, po dhe dësha me nejt afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa i thash mjafton një Resulullah me kaq sa pas. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka toleruar që në xhami ditën e Bajramit të fëmijët gëzohen me shtesë nga normalja. Si ka qenë kjo? Me shtesë nga normalja, domethënë fëmijët kanë mujt me shpreh ndonjë gëzim me def, me diçka e cila i përket fëmijëve. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam i ditë për ditëve kur e ka toleru këta, dhe Aisha ka qenë duke e përcjell, ka ardhur Abu Bakr as-Siddiq. Dhe ka thënë, mizmaru shejtan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë muzika zani shejtanit
afër pejgamberit alayhi salatu selam, atëra pejgamberi alayhi salatu selam i ka thonë lej pak se fëmijë janë, let gëzohen. Shikoni se këto fëmijë janë. Do ja u komentojnë juve thonë burrë ando. Ja burra më s'ka toleru me kënuar. Shkënon burri me muzikë. Kënon pa muzikë po, ama me muzikë nuk kënon burri. Apo çonë atë 50 vjeçari, kishte po kthej ule. Çish mundon me 50 vjet i ki po kthen. Tur për Allahu xhelalu ala. Andaj shkoi po kërciti ku fëmijët i ka po. Thonë çish kthej me këto para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do ka thonë lej. Atëra kur ka nis me koni o kam mjaftueshëm, Aisha radhiyallahu anha i ka bëu me shik, ka thonë largoni tani se u mjaftuar me kaq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëzër, prej traditës pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë që dhe me këtë e përfundojna, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë shumë i shkarkuar edhe i lirë prej paragjykimeve. Si ndodh kjo vëzër? Në ditë për ditë thot Aisha radhiyallahu anha, kemi dalë me pejgamberin alayhi salatu wasalam në sefer, rrugë. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam deshti pak me më zbavit mua. Dhe zra, kuptoni për nësëm kër ka dalë rrugë komandant, o kanë punë luftë, ka mujtë mu vra dikush, ka mujtë mu lëndu dikush, luftë. Ma seriose kër ka dalë për nësëm s'ka. Kër ka dalë, thot Aisha radhiyallahu anha, më tha mua, o Aisha, apo do mu shti me kali, ose me deve, a bojmë gara. Thash, ja Rasulullah, këto shokët e tu, a e se regulloj dhe këtë punë. Ju tha shokët e vetë, asni për para, të katë demu, shkoni pak ma për para. O dhe që shikove, para me do komandant në luftë. Njërë me thot, në luftë, i thad Aishët, sepse ka pas për mësam tradit, kër ka shku në luftë e ka mund njërën për grave me veti. Ju ka thonë shokove, shkoni ma në thana, edhe, thot Aisha radhiyallahu anha, e herën e parë që kemi garu, unë jëmë konë zaift. Jëmë konë e re, beqare, jam konë shumë zaift. Edhe ja kalova. Thuë se me ka shluë. Ja kalova, pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe ka vazhduar. Mas disa kohrave, ekspedit tjetër ka ndal, edhe i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Aisha, apo do të njerë me bogara? Ka thonë Rasulullah, këto shok, ka thonë ndrejshën këtë punë, shkoni më natona, edhe kanë bogara. No, i ka shty sahabët më andej, edhe ka fillu me bogara me grynë e vet, edhe ja ka shkuar. Edhe i ka thonë, hadhihi bitilk. Që këtë herë e ki e baraz me atërë qka mujtë e muë. Kjo dhe zë për shka është, njën i thotë, që shben luft? Gruje, duhet me i kushtu kujdes, duhet, a mujtë, tash, po e supozojmë, na e dim se s'ndodhë kjo, me e pa ti njanin, një hoqë me e pa. Sepse hoqë janë nërë pengamen sëmë, s'kra asot. Me e pa një hoqë, ka dalë të garuhe, apo me grune vetë. Kush pja shkon? Njën i thotë, në zero, Allah, pjo gjalla këtë, se s'ka kur gjabi këti. Pengamen sa me ka bërë. Pejgamberi sa me ka bëj ka thonë shikoj vetë, hacë më atan aty, se unë tash po du me grën teme me bë gara dhe 2 herë ka bë. Dhe është bavit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë vëzër prej traditës pejgamberit alaihi salatu wasalam, dhe gjithashtu vëzër prej traditës të përditshme të tij, cila ka qenë vëzër pejgamberi alaihi salatu wasalam gjatë natës i ka toleruar gratë veta, cila do kohë që ka pas renin, mi bë muhabet. Ka thonë folë Aisha. Ka zot diçka. Deri sa ka një hadith i gjatë i Aishës radhiyallahu anha në Sahih Buhari, se Aisha e ka tregu një rast të arabëve, kanë qenë 11 gra, kanë kallëzu për burrat e vet. Si cila ka thonë, baj bejnë Allahin, çka kam papi burit tam, këtë kam e kallëzuar. Apo edhe njani më i miri për tënë, që u kanë për aty në burrave, që ato gra kanë kallëzu, e ka pos emrin Ebu Zara. Edhe kur e ka kry muhabetin, ma e gatë muhabetin, e ka nguve me ren. Apo, vallaj, kër lezon njëri këtë hadith, kër të lezut pa adhin dritin haron, cëli këtë është, cëli o këtu cëli. Për mësaj ka thonë, o Aisha, unë e për ti jam si që a je buzëraj. Unë e për ti jam, unë jam të të porcel me vëmejti që ka i të folë. Andaj mësëm ka po muhabet lirë me gratë e veta. Dhe kjo vëzër ka dhe shumë prej përdishmërive të pejgamberit alayhi salatu wasalam, mirë po me kaq do ta mjaftojna këta. Andaj ajo çka është me rëndësi që ta kuptojna vëzër, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë njëri shumë normal në jetën e përditshme të tina, i ka trajtuar gratë e veta me moral të lartë, me akhlak të lartë, me karakter të mirë, dhe nuk ka treguar ndonjë vrasësi
me raportin e tyre. Na lutem Allahun te bareke ve teala, që Allahu na mundson musil me gratë tona, siç është sill pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam me gratë veta. E lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu ala veprat e mira tona Allahu ti ban qabul, veprat e liga Allahu na ishlihen. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhelalu xhelalu ku ja kemi çelluar Allahu na shpërblen, që kemi gabuar Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.